Sa herë tensionohen raportet me Serbinë nga institucionet e Kosovës, dëgjohen deklarata për mbrojtjen e sovranitetit, e reciprocitetit dhe shkëputje nga varësia ekonomike. Por larg konferencave për media dhe deklaratave politike, dokumentet e prokurimit publik tregojnë një tjetër situatë. Kompaninë nga Beogradi vazhdojnë të fitojnë kontrata nga institucionet e Kosovës. Kompanitë nga Kosova nuk mund konkurrojnë në tendere publike të Serbisë. Kiksi ka identifikuar disa institucione që gjatë viteve të fundit kanë lidhur kontrata me kompaninë nga Serbia, madje edhe pagar të hapur. Njëra prej tyre është Posta e Kosovës. Në vitin 2024, përmes një procedure të negociuar, pa publikim të njoftimit për kontratë, ajo lidhi një kontratë me vlerë prej 83.000 euro për mirëmbajtjen e shtypsit Xikon 5000+ me kompaninë NVM Graphic Solution. Edhe pse kjo kompani operon përmes një dege në Kosovë, kompania A me saj është me selinë e Beograd. Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës, drejtori menaxhues i degës është Marko Durović. Kontrata ishte lidhur në një periudhë 24 mujore dhe ka përfunduar vetëm para pak ditësh. Gjatë hulumtimit nuk kemi gjetur se Posta ka zhvilluar një procedurë të re të prokurimit për këtë shërbim. Për këtë arsye kemi pyetur institucionin nëse aktualisht po shfrytëzon mundësinë e devijimit për 30% kontratës, nëse është hapur një procedurë e re apo nëse mirëmbajtja apo realizohet në ndonjë formë tjetër. Deri në publikimin e këtij materiali, Posta e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Rasti tjetër është Korporata Energjetike e Kosovës. Vitin e kaluar ajo shpalli fitues një konsorcium ku bën të pjesë edhe kompania ICI-DO nga Beogradi, por një kontratë në vlerë mbi 137.000 euro për riparimin dhe testimin e valvave siguruese në bloqet B1 dhe B2 të termocentralit Kosova B. ICI-DO, e cila ishte në konsorcium me një kompani nga Kosova, është specializuar në shërbime inxhinierike dhe teknike dhe është regjistruar në Beograd. Kompania ICI-DO ishte regjistruar në Kosovë në vitin 2020 si dege huaj, por sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, ajo është mbyllur me 25 qershor 2024. Kjo kontratë u lidh në një periudhë kur Ministria e Ekonomisë e konsideronte vazhdimisht Kekun si pjesë të infrastrukturës kritike të Republikës së Kosovës. Një tjetër rast që kemi identifikuar është ai i Doganës Kosovës. Ky institucion shpall fitues për 2 lote të një tenderi për furnizimin e laboratorit doganor, një konsorcium ku bën pjesë edhe kompania MCL Bordeaux nga Beogradi. 2 kontrata në vlerë rreth 74.000 euro kishin të bënin me furnizimin me pajisje laboratorike të specializuara.